Dëgjoni se si Edi Rama mbronte Agasin kur e pyeste gazetari italian. Un dettaglio specifico nella figura di Ergus Agasi. Portiamo a questo livello bassissimo e prendiamo dei nomi di persone che non sono neanche presenti, che non hanno neanche diritto di risposta e li prendiamo così, persone che sono nella loro vita, ma non è possibile. Mos e ul nivelin e gazetarisi, thoshte, ai është punën e vet, ai nuk është tu dhe nuk mund të mbrohet, mos mbani njerëzit në gojë kot. Kjo është përgjigjja e Edi Ramës. Edi Rama ishte kapur shumë ngushtë, sepse Agasi ishte projektuar për të qenë njeriu në hije, pas një post, pas një lidhje zyrtare me Edi Ramën, po me një pushtet të jashtëzakonshëm. Prandaj të gjithë shkonin dhe jepnin llogaritë Agasi dhe merrin urdhrat nga Agasi, koordinoheshin nga ai, sepse atë kishte Edi Rama si njeriu kyç, njeriu hije që asnjë nuk duhet ta njihte, por që ishte njeriu i plotfuqishëm për të gjitha aferat e Edi Ramës, që mos të merrej vesh, sepse nuk mund të ishte Edi Rama që të jepte urdhër një drejtori apo një ministri apo një zëvendës ministri që të jepte një tender. Ai kishte njeriu hije dhe kjo e shqetësoi jashtëmase Edi Ramën. Dhe sot ne kuptojmë sikletin e tij sepse doli i haptas se çfarë pushteti kishte ai dhe për llogari të kujt punonte ai. Imagjinoni se si mundet një njeri të mbaj nën kontroll të gjithë administratën, të rëmbej qytetar shqiptar, të ketë në dispozicion të gjitha të dhënat e shqiptarëve. Kjo është arsye pse Edi Rama është dukur, kjo është arsye pse Edi Rama ka kyçur gojën. Edi Rama nuk mund të vazhdojë më të jetë kryeministri i Shqipërisë. Duhet t'japi dorëheqje sa më shpejt dhe duhet kemi sa më shpejt zgjedhjet parakohshme.